Në ambientin e shkollës nëntëvjeçare Beslidhe në Lezhë, prindërit prezantuan profesionin e tyre. Iniciativa synon të krijojë më shumë bashkëpunim mes shkollës dhe familjes, duke u dhënë nxënësve mundësinë të njihen nga afër me botën e punës. Gjatë aktivitetit, 10 prindër prezantuan punën që bën çdo ditë, duke shpjeguar detyrat, përgjegjësitë dhe rëndësinë që secili profesion ka në shoqëri. Drejtoresha e shkollës Anisa Lishi u shpreh se përfshirja prindërve ndihmon në frymëzimin e nxënësve dhe zgjeron horizontin e tyre për zgjedhjet e ardhshme. Ne dëshirojmë që edhe matematikën e zgjedhur me temë profesione dhe zanate që frymëzojmë, të japim mundësinë nxënësve tanë të kenë një pasqyrë apo një panoramë reale të punës, të inspirohen dhe të frymëzohen nga ato që ju do bashkëndani me ne sot. Kështu që frymëzimin e radhë të parë vjen nga familja përbijuar, patjetër më tej edhe në institucionet që nxënësit të ndjekin, institucionet arsimore. Kështu që ju falenderoj shumë që jeni sot këtu, që do bashkëndani eksperiencat, sakrificat për kushtimin tuaj, për të demonstruar këtyre nxënësve se sa shumë shihet pas sukseseve që ju keni sot. Unë uroj që në fund ky takim të jetë frymëzues dhe të shërbejë si inspirim që nxënësit tanë të ndërrojnë me sukses të ardhmen e tyre dhe me shumë plotësi të gjitha. Prindërit ndanë përvojë të tyre profesionale dhe treguan se si puna që bëjnë kontribuon në komunitet. Nëse do më thoni, atë bëhen mësuese, sa është mirë bësh mësuese, do ju thoja patjetër që po. Nëse keni pasion, dëshirë, bashkoni bashkë ëndrrën dhe pasionin, bashkë edhe me profesion. Kënaqësinë e marrin për këto fëmijë, e mbyllin ciklin dhe kur falenderojnë rrugë, edhe të paktën kur kujtojnë diçka të mirë që ju ke lënë si mbresës së si kujtesë. Në gjithë qytetarët, shimë volontes, në thirrës, komand, vulë, shkopet, puna pas në lejë. Për dështinë kemi bërë edhe punime të tjera në për veri, se s'kishtë për në bërë tjere një grupë për 30-ash, për një varë. Të qofë se një fëmi rritet artist, ai nuk e di, por ka gjithë premisat për të qenë njëri i shkëlqyer. Pas 23 viteve në bibliotek, jem realisht me punën me libra, me fëmijët, me njerëzit që e din librin, unë sot jem më e pasur, më e përullur, më mirënjohëse, dhe kam kuptuar që çdo ditë e jona është si një faqe libri që ne duhet ta shkruajmë me kujdes, me përgjegjësi dhe me shumë empati. Nëse në rrugë ne hasim një njeri vjetër, një moshuar ose një njeri që ka nevojë vetëm me një muaj me bëj diçka, jemi kënaqësi. Ti shërbesh smurit spital dhe ta ndihmosh në çaste të vështira ose ashtu është kënaqësia jashtëzakonshme, kështu që i ftoj gjithë secili të ndjekin ëndrat e veta, por edhe të mjekësisë, besoj se do ndjeni shumë kënaqën, shumë plotësi. Prindërit që morën pjesë në këtë aktivitet e shndërruan takimin një ditë të veçantë veprimi, nxënësit u njohën me larminë e profesioneve dhe me faktin se çdo profesion pavarësisht fushës ka një rol të pazëvendësueshëm.